Kuvendi i Shqipërisë në agendën e tij duhet ketë vetëm një pikë që ju keni 2 muaj që e mbani zvarr, e të rishni zvarr, duke e kthyer Kuvendin e Shqipërisë institucionin e vetëm botë që bëhet bunker ndaj zyrtarëve të korruptuar. Dhe kjo çështje është futja me urgjencë në rendite e kërkesës prokurisë për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. E justifikuat shtyrjen fillimisht me kohën që kërkoi avokati mbrojtës 3 javë për të mbrojtur korrupsionin e Belinda Ballukut. Na that, pasi skadoi 3 javët e kërkuara, që do presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Për 2 muaj të mbushët kokën shqiptarëve që një zëvendës kryeministre apo ministër nuk mund të pezullohet se gëzon imunitetin e deputetit. Morën përgjigje nga gjykata kushtetuese që pezullimi nga detyra 8-0 madje nuk hyn fare në çështjen e imunitetit as të deputetëve as të ministrave. Pas vendimit gjykatës kushtetuese nxorët një tjetër justifikim, do presim të zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe për 2 muaj jeni bërë pengesë për hetimin e korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. Prandaj dhe nuk duhet bëhemi hipokrit, zoti kryetar, miratojmë kalendar e program pune, ku ky kuvend ka dështuar për 2 muaj të përmbush një funksion kushtetues në interes qytetarëve, siç është pranimi i kërkesës për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Prandaj dhe deri në atë moment, ky kuvend nuk mund as të funksionojë normalisht, as të bëjë sikur ajo çështje nuk ndodhet këtu, dhe as na njoftoni që përmes një ligji keni vendosur të jepni mbrojtje politike kryeministit dhe ministrave nga veprimet hetimore të prokurisë së posaçme. Jeni i vetmi vend në botë që miratoni një ligj për të mbrojtur veten. Dhe është në turpin e këtij kuvendi, po dhe të kolegëve të mi të mazhorancës, një pjesë për tyre nuk kanë asnjë lidhje me korrupsionin dhe nuk duhet pranojnë kurrë që të shëndërojnë këtë sallë në mburoj për të korruptuarit. Prandaj, zoti kryetar, në kalendar do duhet fusni me urgjencë heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, t'i hapni rrugë hetimeve të prokurisë, t'i hapni rrugë çdo mase që kërkon prokuria ndaj cili do që të shkojë dhe të përballet si i barabartë përpara ligjit për çdo akuzë që ngrihet nga prokuria e posaçme. Ishit ju dhe keni qenë ju që për vite të tëra na keni thënë se drejtësia e re po bën punën e saj, duhet lejuar të bëjë punën e saj e me radhë. Ditën që ju trokiti në derë, në parallomën e Edi Ramës fillimisht, pastaj në oborrin e shtëpisë e Edi Ramës me çështjen e Akshit, keni ndërmarrë një sulm të paprecedent ndaj sistemit drejtësisë, me veprime aktive për të penguar prokurorinë. Dhe më lejoni t'ju sjell në vëmendje fjalët e kryetarit të Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian dje në Shqipëri, që e quajti këtë një test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Ose ky kuvend do ta luftoj korrupsionin, ose ju do të zyrtarizoni shndërimin e tij në bunker ndaj korrupsionit. Prandaj, ju lutem shumë, mos provokoni qytetarët, mos provokoni opozitën, lejoni që ky kuvend të përmbush në kohë misionin e vet kushtetues për t'i hapur rrugë heqjes së imunitetit të çdo zyrtari që akuzohet për korrupsion. Në rastin konkret bëhet fjalë për akuza që përfshin 1/4 apo 1/5 e buxhetit vjetor të Shqipërisë. Dhe është e paprecedent që ne kemi 2 muaj që tallemi me këtë kërkesë prokurisë, nxjerrim justifikim pas justifikimi për ta shtyrë sa të mundemi dhe për të fituar kohë. Sjellim këtu iniciativa që në fakt rrotëzojnë propagandën tuaj, se ju me propozimin ligjor që keni sjell për ndryshuar kodin e procedurës penale, që është tërësisht antikushtetues, keni pranuar një fakt,
që me ligj prokuria dhe gjykata pasan pasur të drejtë. Zëvendës kryeministra dhe ministra pezullohet nga detyra, se po mos kishin të drejtë, nuk kishin sill me ndryshu ligjin, që të përfshinin zëvendës kryeministrin dhe ministrin. Atëherë për çfarë e vonua 2 muaj kërkesën e prokurisë? Që të vim në këtë moment na thoni po ne e dim që ligji e lejonte, po për 2 muaj donin të bënin mbrojtje politike për të mbrojtur një të korruptuar. Dhe vim të sallë dhe sillemi se ku s'ka ndodhur asgjë. Se kur kjo kërkesë nuk ekziston, miratojmë kalendar e programe dhe miratojmë ligje që në letër duket se kur luftojnë korrupsionin, kur vjen rasti konkret e mbrojmë korrupsionin. Prandaj kjo që po bëni sot, duke miratuar kalendar e program pa trajtuar në kohën e duhur dhe me urgjencë kërkesën e prokurisë, është thjesht dhe vetëm hipokrizi. Që kështu ne jemi kundër kalendarit dhe programit punës kuvendit. Faleminderit. Kjo nuk është një seancë pyetje përgjigje me kryetarin e kuvendit, gjithsesi thjesht për t'ju sqaruar një gjë që ju vetë dini, nëse fjala juaj nuk ishte për konsum të opinionit publik, por realisht shprehte një shqetësimin tuaj, lexoni rregulloren. Përpara se të bëni fjalime patetike, zbatoni hapësirat që ju jep rregulloria. Ju nuk keni ndes, të lutem. Asnjëherë nuk e ke kontestuar interpretimin që kryetari i kuvendit i bën rregullores, që në fakt nuk ka shumë nevojë për zgjuarsi, sepse është e qartë. Ne kemi një afat në rregullore, veprimtaria e Këshillit Mandateve Rregullores dhe Imuniteteve në asnjë moment nuk ka shkelur asnjë nen të rregullores, asnjë afat, jemi brenda afatit, aktualisht siç e dini, po dhe për informacion të deputetët dhe që gjithashtu janë njohur, për pak ditën e hënë ne do të zhvillojmë mbledhjen e Këshillit Mandateve, pasi është respektuar e drejta e gjitha palëve. Këshilli i Mandateve Rregullores dhe Imuniteteve nuk është një organ vendimarrës, është një organ këshillimor. Jep këshilla, del me një raport ku pasqyrohen opinionet e të gjithë palëve dhe kryetari i kuvendit, kryetari i Këshillit Mandateve, është i detyruar të respektojë opinionet e të gjitha palëve. Ndaj mos u shqetësoni për rregulloren, nëse doni ta çoni në jo normalitet, misioni im është ta mbaj në normalitet punën e këtij kuvendi dhe padyshim do kthehemi te rendi ditës, te kalendari, programi, do votojmë, do fillojmë diskutimin e ligjeve si një kuvend normal, i një shteti normal. Shumë faleminderit. Zoti Balla ka fjalën. Shumë që e pranon që jeni palë në mbrojtje të korrupsionit dhe ne në luftë ndaj korrupsionit, por po të ishim në parajs, po s'jemi në parajs, ka disa palë. Të paktën për transparencë me qytetarët, në kuvendin e Shqipërisë nuk ka asnjë kërkesë për heqje e imunitetit, sepse as deputetët dhe as ministrat në Republikën e Shqipërisë nuk kanë imunitet. Ka një kërkesë ose dhënia autorizimi për një masë sigurie. Për të qenë të saktë, tani e bëre gafën mbaje, po dhe sqaroni të gjithë ata me të cilët flisni. Nuk ka kërkesë për heqje imuniteti. Sa i përket një kërkese për dhënia autorizimi, zotrote si antar i atij këshilli i emëruar nga zoti Peleshi si kryetari i këshillit, jeni njoftuar sikurse jam njoftuar edhe unë në datën 23 ora 10:00 për të vijuar me mbledhjen. E dyta, të gënjesh është edhe profesion sot dhe ju e ushtroni këtë profesion në mënyrë shembullore. Thatë që ka një vendim të gjykatës kushtetuese 8-0. A mund ta kemë atë vendimin tënd se unë di dhe publiku di, ja ku i keni dhe gazetarët aty lart, që nuk ka një vendim. 8-0. Dhe sa i përket 8-0,
po ka një vendim 8-0 në leximin pa jurisprudencë, sepse nuk ka prodhuar jurisprudenca i vendim, 8-0 që thonë që GKK-ja ka ndërhyrë në kompetencat e kryeministrit. Të dyja palët, zoti kryetar, ka një zhurmues në sallë i cili duhet trajtuar sipas rregullores. Ka mundësi, ju lutem, zhurmuesi të bllokohet lëshimin e valve të pa kontrolluara? Faleminderit. Pra, ka 4 antarë të gjykatës kushtetuese që kanë thënë që ka ndërhyrje, por kjo ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit dhe të parlamentit duhet të adresohet nga gjykata kushtetuese. Janë dhe 4 të tjerë që thot ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit dhe të presidentit dhe të parlamentit, por kjo duhet adresuar nga ligjvënësi kushtetues. Pra, të dyja palët 8-0 thonë që ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit, të parlamentit, të presidentit, por nuk kanë rënë dakord sa i përket mënyrës se si zgjedhet. 4 thonë të zgjedh parlamenti dhe 4 thonë të zgjedhë vetë gjykata. Ne presim me kërshëri, dhe unë e kam bërë dhe të njëjtën e kaluar kur ju ishit në udhtim, i kam bërë thirrje gjykatës kushtetuese që brenda afatit përcaktuar në ligjin e vet organik të na vërë në dispozicion, edhe pse nuk jemi në kushtet e një vendimi me jurisprudencë në kuptimin e mirëfillt, pra me një vendimarrje, jemi në një vendim pa vendim, ne do ta lexojmë me vëmendje se çka kanë gjetur antarë gjykatës kushtetuese. Dhe prandaj në vijim të komunikimit për këtë çështje, dua që t'ju informoj edhe ju, edhe pse jeni informuar publikisht, se ju keni një problem shumë madh. Ju merrni kompetenca që si keni. Ne vim me një propozim, del zotro dhe thua, keni sjell një projekt ligj antikushtetues. Kush je ti që e thua që ky projekt ligj që kemi sjellë është antikushtetues? Kush je ti? Ti shpreu me votë, zotri. Ti shpreu me votë. Sa për nismat tona, as të kemi marrë në herë dorë, as nuk të marrim në herë fare në referne, ne do të vazhdojmë nismën tonë. Është një nismë e cila garanton parimin themelor të ndarjes së pushteteve në një republikë të jetë pastër parlamentare. Është e papranueshme përpjekja e një pushteti për të pezulluar një pushtet tjetër. Dhe ky është një për elementve thelbësor në ndarjen e pushteteve. Dhe ne kemi thënë shumë qartë që qoftë presidenti i Republikës, qoftë avokati i popullit, antarët e Këshillit të Ministrave, antarët e gjykatës kushtetuese, kryetari i kontrollit lart të shtetit nuk mund pezullohen. Ndërsa këtu duhet ta themi shumë qartë. Është kjo majorancë, është kjo parti politike e cila ka vazhduar dhe ka të njëjtin qëndrim për çështjet që lidhen me drejtsinë. Dhe për t'ju dhënë një shembull të diferencës shumë të madhe mes nesh edhe jush. Imagjinoni sikur ngjarja e ndodhur ndaj familjarëve të një deputetje të Partisë Demokratike t'i kishte ndodhur njërit prej antarëve të kësaj salle këtu. Imagjinoni, ju do të kishit ardhur këtu sot, do të kishit bllokuar foltoren, do të bërtisnit në burg, arrestojeni, është grupi strukturuar kriminal, se vllai dhe motra, ç'pun ka motra, se ç'bën vllai në kuptimin e ligjit, dhe nuk keni për të dëgjuar as sot, as njëherë tjetër një deklarat nga ne këtu, se na doli narkosi i familjes tuaj, kështu i bie me gjuhën tuaj, me atë gjuhën e turpit, me atë gjuhën që s'ka lidhje me politikën. I shkreti ti, shtoj edhe një në tjetër, edhe e qanat punë,
Shtoj edhe një në tjetër, po unë po flas për parimet dhe ti vazhdon me të njëjtën. Nuk do bëjmë në asnjë deklarat, zoti kryetari i grupit Partisë Demokratike, as për rastin fjalë, me që narkosin e paske të brenda shtëpisë tuaj, por për të rikthyer tek tema. Tema është e qartë. Në Republikën e Shqipërisë nuk mund, sipas frymës së kësaj kushtetute, të pezullohen autoritetet kushtetuese. Kurse si